Zonjën Zoja Nushi kemi studio, që ka arme një llogëtri, është bë pak si arsimtare fizikës. Si një zonjë vërtet. Shumë zyrtare, po Nina, shumë presidente. Në fakt, arsimtare ku, me tatu, se kom bë vetën. Arsimtare. Kthema me çdo herë kam. Plagohemi pak. Se kemi folë shumë. Zonjë mirë se erdhe. O ku gustan. Apo të shantazhon ty dikush ajo, me ndonjë fotografia, ndonjë video, se folën pak më herët për shantazh. Deri tash jo, është si dihet jetës. Që na shantazhojnë duhet mi denoncu, shakna me bot jetën. Ja, vërtet, ja. Po pajtova me krejt që ato që i thatë. Me që ti e pajtu në regullë. Shkojmë të Big Brother, shkojmë të shumë dinamika, u zbulume në fund. Finalja, data, po. Që do jetë me? 20-ën. 27? 27, apo? A ka 27, po. 27, jo zi. I vjen që dikon edhe 18 ditë kanë me. S'te kem zëmë S'te kem qyme vëmendje. Jo, pa di qyrë së na habetën se jo një dani herë sa këta i dote, mas ne i tha këtë premte, tani s'deshim kur. Më së bazat një të... Po do të me ngujë një. Pej se shaka pak. Zojmë, vletnisi me atë që mbrëm ndodhja, që u pritë shumë për kjo lloj përballja, le ta themi që ndodhi i Elionës, me atë që ka shkruar doja e saj, dhe që në fakt, pati një reagim shumë të matur nga ana e saj, pati gjithandej një mbështetje. Unë e di që ti për lojën e saj ke pasur gjithmonë kritika, po si të duk në këtë moment ty Eliona? Faktikisht, po për lojën e saj në kom pas kritika dhe vazhdoj me pas, e kam të njëjtë mendim, po sa i përket asaj pjesës personale dhe ngjarjes se ka ndodhur e jam plotësisht me Elionën, e kom ndjell dhimbjen e saj edhe atë ngarkesën e madhe që e ka pas, se e pa marrë parasysh se do që e bën lojna është një pjesë e ndihshme e saj, është një tematikë që është qellu jashtë dhe ajo se ka ditë, edhe normal që faktikisht nështë ta i kena prit një reagim më të madh prej saj, po reagoj tepër me maturit, tepër me qetësi, edhe e shqelloj situatën në mënyrën më të mirë të mundshme, se më pëlqej shumë edhe e përgëzoj për atë, se nështë edhe dikush që është më i pjekun, nuk ish mujt me përballu në atë mënyrë që përballoj ajo, kështu që për atë pjesë e përgëzoj shumë. E për pjesën e dojës vet, valla nuk e di, është keq, se është pak e tepërt me dalë në atë lloj mënyre, por që nëse nalëm edhe e shohim një këndvështrim tjetër, ai tek e fundit e ka vlla, motër, nanën e Elionës. Edhe normalisht që vllaut i dhanë zemra për motrën e vetë, dhe na nuk e dina qysh është situata, apo privat edhe qysh është zhvillu, se tash na i kena po në media që e kanë sek që shteti Gjerman nuk mundet me ta marrë fëmin veç për një mos shkume në shkollë dhe për këto pika tjera, po që ka hala sa në ma shumë, edhe normal që a i si doj besoj që ka reagu në atoj mënyre edhe ka nështë hala sa në ma shumë që na nuk i dim, po shka së më pëqaj është që thanë pse Eliona me mbrojt familje në atë lloj mënyre edhe duhet me mbrojt. Unë e menoj që kur bëhet fjalë për dhunë... Qa ka mujtë me bajo fëmi ka që në atë kozë? Jo, që se duhet me ndo. Okej, ajo ka në fëmija dhe ajo nuk ka fajsane që janë përjetu mes dy prindërve. Një mashkull mundet me ka një partner shumë i keq, po mundet me ka një bab shumë i mirë. Aty na nuk e dim që janë kanë raportet. Po te faktit që Olta i thojke që okej, kjo nuk ka pas shef me qitë familjen e vetë keq edhe s'ka nevoj. Oltës duhet me ju kujtu që në Big sa u kanë Olta, u kanë një pjestar aty Eni e ka pas emrin, që e ka kallëzu një histori, nonave qysh është dhunum prej babës, edhe qysh i ka psu 2 aborte, që do me thonë në Shqipni e kanë shumë më të lehtë edhe nuk e kanë problem me kallëzu për dhunën familje. E patëm edhe rastin e Selinës që kallëzoj babave çfarë dhune ka kriju në shpe edhe çfarë trauma ka psu, kështu që në menaj nëse është fjala për të dhuna, nuk i pse më mbrojt fytyrën as babës, as nanës, as vllaut, as kërkuj. Është dhunë kallëzo. E kemi një lajm fundit që patjetër duhet ta lexojmë sepse kur jemi live ka vazhdimisht edhe lajme që vinë. Në fakt është një lajm i mirë që ish komandanti i UÇK-s Haxhi Shala është liruar nga Haga dhe lajmin e ka bërë të ditur familjarët e tij. Është pikërisht djali i tij, Flakron Shala, i cili e ka shkruar mirë se erdhe, pra që është një konfirmim që i njëjti tashmë ka mbri edhe në Kosovë. Mirë, i kthehemi prap temës që ishim duke folur. Po dheja më herë, që në fakt ajo të cilën po e thoshte Eliona është shumë e logjikshme. Zgjedhjet e njerëzve janë personale. Ne nuk mund askë ta detyrojmë me zosh që të tregoj mbi të gjitha, pra hajde edhe dhunën po themi. Shumë e vërtet, po Eliona ka të drejtën e botës, me kallëzu aq sa dëm për historisë së saj. Është më e ndihshme zoj që nëna e saj nuk është gjallë. Atë është rast
Ky ende bëhet më ndihshme në gjithë këtë histori që ka. Unë e pajtona plotësisht me këta dhe jam me atë. Por që Eliona nëse kish dashur mos me tregu historinë e vet, ka mujtë edhe mos me tregu për shkak që me një emision tjetër e ka dhënë një version ndryshe, edhe këtu e ka dhënë një version ndryshe. Është e drejta e Elionës me jap aq sa dëm për jetën saj private. Po në momentin që kjo i ka jap disa detaje, edhe historinë që e ka tregu në Big nuk janë përputh, normal që njerëzit krijojnë aludime, krijojnë mendime të ndryshme, edhe bjen me një pikpyetje sa është urrejt, as është urrejt për skenat. Por është e drejta e Elionës se qysh e tham, ajo ka në vogël edhe asnjë fëmijë nuk është fajtor për problemet e prindërve që ndodhin si çeft. Se thash, një mashkull mund të më ka një bab shumë i mirë, por mund të më ka një bashkëshort tepër i keq, aty nuk e dim. Por te ajo pjesa e historisë, nëse ajo nuk ka dashur me tregu, nuk ish dashur ndoshta me tregu hiç. Okej, e ka tregu historinë, tragjedinë që ka ndodhur, po ndoshta ka mund mos me cek hiç këtë pjesë. Se në momentin që ti i jep dy versione të ndryshme, normal që publiku ka më kanë konfuz dhe nuk ka me ditë cilës pjesë me i besu. A i besua dajës saj që ka hyrë dikush Facebook e ka shkruar atë komente e gjërat e tilla? Nuk e di atë, se pjesa që e kish shkruar aty referatu do ke shumë ChatGPT edhe nuk është që ma mushka ashtu shumë synin, po flasim të ajo shkrimi ma herët që e bani edhe që potencej që e la Elionën fajtorën, nuk besoj që mundet më ka një fëmijë fajtor për ndarjen e prindërve, sa ajo mas pare as nuk ka ditë shka u kanë të ndodhë mes babës edhe nanës, pa marrë parasysh, a petna nuk e dim shka ka ndodhë atë, po gjithsesi unë mendoj që njeri nëse ka dhunë në familje patjetër që duhet me deklaru, nuk ka lidhje a më rujt i ftyrën a mos me rujt, se tek e fundit po bëhet fjalë për nanën. Si do të jetë edhe tash po nisna për mendimet tem sa do që ti ki marrëdhënie të mira me babën, prap nana është çajo që të ka prunë një jetë edhe nëse ka ndodhur një skenë dhune ose një sen i tillë, pse ti mos me lajmëru. Edhe thash që në Shqipëri në Big edhe pa marrë parasysh nuk e kam problem me tregu kur bëhet fjalë për dhunë edhe me dalë në mbrojtje, se çdo sene i vujna na çdo ditë për ditëshmëri, çdo ditë kena lajme që vrahen gratë, ka dhuna në familje, edhe pse mi majt më shef. Tash është edhe një mesazh tjetër që ja pa dhënë. Ta fajsojmë edhe familjarët nga daja, pra e Elionës, se Eliona në deklaratën e parë që e ka thonë na kena jetu afër dajve. Tash senet pak lidhe, nëse ka jetu afër dajve, tash nësë po mujna me gjyku se nuk jena në familjen e tëne dhe nuk e dina sak. Po tash mu meti edhe në vesh baba vetë kur keq që i tha mos e arro premtimin. Tash nëse kapi me një logjik, nëse Eliona i ka premtu mos mu bot shef, nuk vlen, se ajo ka negashme mu bot shef, veç Klodi që u kanë i lidhur jashtë. Menoj që u ka negashme tash në skenat e senët. Po menoj që mos u kanë që ky premtimi mos me kallzu rastin, ta mën që shokan, po me majt ma sekret. Po si do të që tjetën e prapjem nëse ka sene skenat e dhunës ose senet që ka ndodhë në familja, ato duhet me i tregu se nuk ish kanë ftyra kërkuj, se i të folë për një sen të ndishëm, një sen që duhet me u deklaru, edhe që formati Big Brother është një format që ty të ndihmon edhe njerëzit patyshim në këto situata të tilla gjenden. Nuk është që me vetë. Kush do të jetë finalisti i parë? Mes grupit A? Mes grupit. Po menoj ose Klodi ose Luda. Cili më shumë? Nashta Luda. Okej. Nashta. Se është ma strateg edhe nuk më pëlqejtë ta se më njëherë janë nisë me debate, si u kry prajmi, janë nisën ato përqarjet mes edhe Benita pak me Labin, po menoj që pe bojnë ashta me dopsu Labin, po s'kisha thonë që Labi duhet me dalë që thash. Në ashta menoj që ma rrezikume është Dolce. Dolce dashuria. Po, ja ka nisë tash me do lullë najs. Le del, në emision bile. Jo, najs, po menoj që në ashta ma rrezikume janë në këtë mesin e tëne është Dolce, e që mundet më u shpallë finalist, kisha pas shef në shta Ludën mesin e tëne. Po isha nuk bëhet gjysmë finalja pa Benitën, apet si apet. Nuk mendon që mundet me qenë edhe finalist? Po se dohet. Ludo, para se dalim të Benita pak? Unë falë, Ludo, Labi? A mundet me kanë Labi? Po, finalisti pak? Që ka njësaj të gazu, po doket që a e në gjysmë finalja e mrin, por që ta shohim. Jo, sepse a e po flet për një mbështetje të fortë që do ta ketë jashtë, kur vije puna tek kjo pjesë. Kështu që madje kemi pas edhe Rokin më herët kur nuk e di nëse ke qenë, më duket që s'ke qenë atë ditë. Që tha me bindje ta Labi e fiton? Pa ditë qysh, nashta publiku na për komente mund me përkra një person, po nuk do me thonë që krejt qaj publik që komentan, pa tjetër ka me votu. Nashta mund me kanë shumica me Elionën, po nuk ta votojnë Elionën. Po, se sa komente, po. I di Labi gjanat. Po dhe, që ato po tham, jo krejt komentusit që e favorizojnë një person mund me votu. Nashta votat i ka Labi, po në pjesën e dashurisë këne ka njëni për banorëve tjerë. E ke fjallin për banorët e tjerë.
për banorët e tjerë se tekin. E qka the për Benitën se... Për Benitën sen, tash nështë ajo mundet më ka në finale, në gjysmë finale dhe i shkon tepër mirë, edhe për të pjesa dasmës që munun mi thonë pse ti ke je munu me ka në qendër të vëmendjes, faktikisht qendra vëmendjes ke Benita, se u fol ma shumë u fol për ta, se u fol për dasmën e përgjithësi, edhe ti shakon si Benita, unë e kisha kape kisha gjujt tavolinën këtë senet për toke. A është loj, ajo nuk ke di pse u dash ata me marë personale dasmën, ajo është një loj. Jeto e bo për qef, jeto e bo për fan, për shikusit. Atër ti besojnë që dhe ndjenjat e saj ndaj Klodit pëlqimi është loj? I Benita sa? Po tash mundet me pëlqy pak, po tash si na qikat që jena pak malo zënjarë, në shtatë vjej nate, aden, po më pakon si aja, po e kësha bon namin aty, i kësha gjujt senet për toke, po në shtatë dhe urujt pak mos më dole aja tipja që e boni lom, dosmen, krejaj dinamik pa lidhje, mënoj se e ka rujt, po ti shakon si aja, po dën loj, po, tavolinën për toke. Me kalkajta, po zoj. Ma di usia i ligji i vajzave, se na vajzat e kena shtu ligj, mos mu vesh bardh në dasëm të shoqeve, a? Po s'ke për bardh, normal, po ajo se ka shoqe. Flok të bardha, ajo e ceket që Valdrini ja ka zgjedhë, dhe për ndryshë nëse Valdrini i shkon një opinionist aty mrena, besoj që i shkon ma perfektja, bigo ma i mire. Se Benita Mbrami shko me veshjen e famshme të kanapesa, aty ku e ka marrë shtu hovin e viralitetit. Për ndryshe... Po mdokët që atë tesha kam fatë ajo. Me gjasë po. Te Benita, a e ke vrejtit këtë dalimin prej pëlqimit për shembull të Endri, ku aq shumë është shfaq duke qajt, te Klodi? Ku ka qenë që kjo pika që kaloj pëlqimit e Klodi? Që ferma jena dhe muj me kuptu pak se ti mundesh me pas një pëlqim me dikam, po mundesh mos më ka me ta, veç mundesh me pas një krash, ashtu me të pëlqy. E ta është do me thonë që ti mi ndrydh ndjenja tua dhe mos me kallëzu nëse po të pëlqen dikosh. Ajo ka ka thomë ka marrë malli për Endrin, po nuk jam me Endrin edhe nuk du më kthy me ta, e ka sqaru. Edhe pjesën me Klodin e ka pas edhe para Endrit. Me Endrin e ka bo publikisht ndarjen edhe janë do para me përitja është, apo? Janë dhe së ndjenjat nuk janë mi shtrydha ty të pëlqen, dikush të pëlqen, nuk mundesh me thonë jo valla s'po pëlqen ma. S'jenim ju besu shumë. Sidomos në një loj, Zoj. Probleme ju besu. Në loj, po ajo dosh me përdor diçka, dhe se besoj që e ka përdor keq, sa ajo nuk ka bo najfar skene me ta. Na e dim që Klodi pishkon mrapa. Edhe e ka me të drejtin e botës me nguc, me provoku, pse jo, edhe e ka stilin Benita, që ashtu shpia gjithmonë, një Big Brother nuk ka lezajt pa një qik që është pak ma lezonjare, pak që bën skena, pak që i provokan. Shumë po kritikohet për sjelljet e saj ndaj Elionës për një xhelozit pa me që ka ndodhur në Big Brother. Po që është një lojë mes dyja, se të njëjtin sa po e bën edhe Eliona, që she tha edhe dje për ngacmime, tha ti edhe doll që tha keni qef me ju nguc, pse duhet marrni koment i tillë prej famës, sidomos për Elionës. Edhe gjatë kohës kur e bën grimin, rregullon më mirë se Eliona jo pak disa unë menoj që e ka bërë ato qëllimisht, më ka ma fanë, se unë e kumë thonë këta pak e bën edhe për show edhe për meme, edhe e din që bën meme, dhe unë e kumë pas që shumica komentet që ta që ka njësë me marë ma fanë Benitën edhe me marë ashtu ma ofër zemrës ma të lezetshme, edhe mos mja marë gjeset për keq, se faktikisht nëse veç që analizën ma thellë, unë e menoj që Benita nuk e sheme një sytë keq e Elionën. Ti është vitë saj për keq lojës me Klodin atrejshën që kanë bërë, ata duhet me majt diçysh çat lojë. Po kështu për xhelozis kisha thonë ma shumë e ka për fan. Do shoqë të ngushta më kur dalin prej. Po edhe mundet, po që mu nuk më pëlqej rostit që ja gjejtën edhe Ludës për ngacmime, unë se kom pa për asë moment Ludën që ka ngacmu, vetë Eliona u kam kur e ka muhu, kur labi i ri i ka thonë që jetu një ngacmu me prej Ludës për një sen që e ka kazu Eliona, ajo vetë i ka thonë labit që jo dhe ka shuat punë, edhe pram janë një si dulë tha, po ka ngacmu. A nuk duke që po përdorët Benita prej Ludës, se një gjë nuk është cek, po në një biset më heret kjo ka ndodhë, Ludo e ka thënë saksisht që unë Benitën e kam dorë. Po ta është edhe mirë, tha për Selinën e kam dorë, po nuk është se është një san, që ato janë lojë, edhe gjithë se cili e përdorë, po gjithë se cili, jo, se për lojë, gjithë se cili e përdorë një një tjetëri, nëse Ludo si konvenon me marë Benitën edhe me gjujtë në pikat kuaj me nëjtë njëjtin sa një konvenon edhe Benitës, edhe me nëjtë që Benita nuk është qaq që si akop lojën një akop, po thjesht i konvenon, mi bo do sen edhe do muabete që shme thonë do një farë vetë. Po, një mondre. A ke informacion, a mbulu alba jo? Jo, të merë shumë kajtë që dje nuk e diskutun. E bënën shumë inexistent, edhe si mos që shkon mrena në beg, nuk më pëlqej. Mos më ka pëlqy as sjelljen që e kam pas ditë në prime kur vendosi për me lanë shpinë. Do më thonë e bënën thuti dhe ajo nuk është në shpe dhe se ka kalu as një ditë në shpe.
edhe nuk është mirë se sa do që tjeti keq një banor, besoj që duhet me pas atë respektin, sa do që produksioni është mirë me ta e këta me produksionin, duhet me ditë që ato janë momente dëbresht atyne edhe pa marrë parasysh duhet me u mirë, se kollaj është mi thonë dikujt që është dera, po mas nej është gjendja emocionale. Alba mas nej dul me një deklarat, po nuk na u dha ma shumë material për të, për që ato po thëmë, ishdo është besoj me shqelu në Prime, edhe me tregu arsyen, mi au tregu edhe njëherë video në panorve edhe me nëzirë hala ma shumë. Ta është që Alba së kush është fitu e si Big Brother? O, e disa e thotë do ke shpia. Alba, nëse i shkon Alba, unë e kom thonë që Alba pa tjetër i shkon fitu, se kështë që ajo ja kanë shu rrugën. Jo, me pa tjetër su kanë. Me pa tjetër u kanë, vala. Se e ka meritu. U shkri për qatë lojë edhe e ka meritu, pse jo krejt e kina ditë. Kujt ja shoj radhën? Elion. Nuk e di. Tuja brezoj, tuja. Po që ta, se na e shojem, ajo e ka mbështetjen e opinionisteve, pak të produksionit, të publikut, edhe pak po dijet, veç nëse lobija merr me vota që e ka shoqërinë që janë më të fortë financiarisht, edhe e fiton. Po nëse e she, është u trajtu Eliona pak më ndryshe se banor tjera, ajo vrehet, veç kushtren. Po, është shumë interesant se në përgjithësi vret një dashni shumë e madhe në anën tjetër, në një mbështetje që po merr lundrimin, po kur vije puna tek fituesi, domethënë po shumë pak e përmendin është problemi, se lëndrimi mundet me bë shtëpinë shumë atmosferë, mundet me qenë shumë i mirë në debate, po lëndrimi po më pengon se po harron që është lujt edhe ka hi me lujt vet. Ai momentin që po kthehet mi ndihmu Elionës ose me pas një konflikt me dikën të e mbrojt, ai pe hu lojën e vet edhe nuk pe sheh veten të e fitu. Po harron që ka hi me fitu një çmem. Nashta tash u bën njëjtë me ta janë bashkë çni, po ama qysha thanë edhe një shambull, nëse Klodi e fiton çmimin, ai ka me shku me femnën e vet në pushim edhe nuk i merr këta, njëjtë gjithë secili prej tyre e bën atë sen. Po shoqënia besoj që ka me ju vazhdu sidomos Elionës së lëndrimet, po lëndrimi nuk po më duket mirë se e ka shkrilojën më shumë që tashte Eliona. Është më emocional për momentin, po. A pe kryn, a pe kry? Patjetër pe kry. Pe krym sot emisionin Zoj, faleminderit që erdhe. Faleminderit juve.